Ora është 21:22 minuta, mirë mbrëma të gjithë ju që mbrini tani në këtë moment, jemi live me Ilir Kullën, Flogert Muçën, Marsit Gupin dhe Sebastian Zonjën. Ditë e erët e pushtetit, le të shikojmë disa imazhe nga Erion Velia e sot gjykatë kushtetuese dhe rikthehemi në studio. Jepi, le të jo plase. Imazhi numër 1. Ja ku është. Momenti kur ai zbret nga furgoni dhe shoqërojnë nuk e di që janë policia e burgjeve janë? Ndërkohë që ky moment, më duke se është kapur sot nga, më duke se ishte Bushati, kishte shkruar, nuk e di, te portali i tij, që një nga policët kishte stemën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, flamurit amerikan. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje. Le të fillojmë nga kjo kulla vetëm me një fjali. Për ty, ka ndonjë domethënie që në diku në pantallonat e policit ishte flamuri SBA-s? Asnjë domethënie. Zero. Është thjesht një fans ai. Thjesht një fans. Dakor. Ose një rast. Ose një rast. Pra këta nuk janë të spakut. Që më është policia e burgjeve? Policia e burgjeve. Dakor. Iku, pra. Kanë ata, është policia e burgjeve është organizuar në format të tillë, që siç janë policët në burgje, kanë dhe një trup operative. Se mua këta s'më duken si policë burgjesh, realisht këta. Policia e burgjeve. Policia e burgjeve ka një sistem shumë, burgjet tona kanë... E di, po këta pikërisht të shoqërojnë Velia nuk më duken... Policia e burgjeve janë policia... Je i sigurt? Po, jam shumë i sigurt. Më duken shumë stërvitur për qenë policë burgjesh. Sepse policia e burgjeve ka njerëz shumë stërvitur. Shiko, burgjet... A se vënë dyshim? Erion Velia nuk ka nevojë për njerëz super stërvitur, sepse vetë nuk është stërvitur për t'u arratisur. Ç'pshon si kam, unë shoh trupat e tyre në mënyrë si ecin qafën e këtë të gjitha, e kupton? Qafën. Duke që janë të... Mos, qafa, më kujtua dekseri, pra. Nuk e mbajnë dot krah qafën. A? Ale dio? Nuk e mbajnë dot krah qafën. Po, pra. Kulla, si që thamë, pra, fiks në ditën e Ullirit, ngjarjet, Erion Velia në gjykatën kushtetuese, mund të më thuash, pse është kjo çështje me kaq interes për publikun shqiptar? Dije që sot është ndjekur kjo gjë se ka qenë dhe live, ai ka qëndruar me orë të tëra, më duket se ka qëndruar mbi 7 orë në gjykatën kushtetuese. Po. Thelbi me pak fjalë është që ai shkonte atje në një familje sepse do që të rrëzohet shkarkimi i tij si kryetar bashkia apo jo. Kjo është pak a shumë për ta thënë tull fare. Fabula është e thënë shkurt fare, thjesht për njerëzit. Gjykata kushtetuese do marrë një vendim me duket pas disa ditësh, nuk e di se kur, do votohet dhe do marrin vesh nëse pro ose kundër. Rrezohet apo do ri. Tani, kulla, do që të më japësh mendimin tënd deri tani se si ta shohim, si do ta lexojmë këtë ngjarje, apo do dëgjoshim nga Flogerti dhe nga Sebastiani thjesht informacioni dhe pastaj të japësh? Jo, unë do ta jap pastaj, por do të them vetëm një gjë. Jepe. 30 sekondë. Jepe. Është rasti i parë që nga koha që është mbajtur në burg Fatosnano para 30 vjetësh, po, që dikush që është në burg pra prej 8 muajsh Erion Velia, që është përdit mos lajmi i parë, lajmi i dytë, lajmi i tretë. Vazhdon mbetet lajmi i parë në Shqipëri prej 8 muajsh. Dhe sot ishte, se unë isha në avion duke u kthyer sot, gjysmë avionit ishte sikur po shifte Big Brother në telefon duke parë procesin nga live nga gjykata kushtetuese. Sepse në avion tani lejohet dhe ka dhe internet? Po varet në çfarë arsye, po jo, kur ishim aty që po prisnim që do ngrish, gjysmë avionit që ishte sigurisht avion që vinte drejt Shqipërisë, ishin duke ndjekur gjykatën kushtetuese. Po ndiqnin live. Po. Flogert, pastaj Sebastiani, se Marsidi dhe Kulla nuk do t'i fuste pjesë e informacionit. Flogert shkurtimisht për një publik që nuk e kanë ndjekur, sepse ky është lajmi i fundit fatikisht. Ka ndodhur pikërisht sot. Mund të na thuash me fjalë të thjeshta ç'është kjo ditë dhe ç'ishte kjo maraton e madhe Erion Velia në gjykatën kushtetuese? Siç ishte parashikuar. Me pika si ishte 1, 2, 3, 4. Siç ishte parashikuar data 31, pra sot, ishte seanca për shqyrtimin e ankesës së Veliait ndaj shkarkimit të tij. Pra ishte seanca dëgjimore, jo për të marrë vendimi, që të kuptohemi. Velia i merr një leje nga drejtoria e burgjeve dhe do ishte siç ishte i pranishëm në seancë. Ajo që ka ndodhur sot është që palët respektive, pra avokatët e Veliait, presidenti dhe kryeministri, kanë dhënë të gjitha argumentat e tyre sipas interesit personal. Qartë. Dhe pas këtij momenti, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese kanë bërë pyetje ndaj secilës palë, kryeministrit, presidentit dhe... Ledjo ndërkohë bën gati audiot e Erion Veliait, do të kesh një 2-3 ledjo më duket apo jo? I kemi? Po, gati i kam.
Dhe pasaj do të pyes Flogertin dhe edhe Sebastianin dhe Kullën dhe Marsitin çfarë do mbetet sot nga fjalët e tij, cili është thelbi. Pra ndodh seanca e pyetje për përgjigjeve për secilën palë nga ana e gjyqtarëve, ndodhin pyetjet ndërmjet palëve, pra mes Veliajt dhe kryeministër president, për arsyet e mundshme, gjithmonë në moderimin e gjyqtarës, Veliaj mban një fjalim, mandej Veliaj bën disa pyetje ndaj kryeministrit dhe presidentit, pra përfaqësuesve të tyre. Qartë. Kuptohemi? Dhe në fund japin konkluzionet të treja palë dhe gjykata tërhiqet për të marrë vendim. Kjo pra ka ndodhur për ballafaqimi i fakteve dhe interpretimeve. Pastaj, nëse do vazhdojmë çfarë mesazhi politik dha Veliaj, do vazhdojmë. Jo, do vazhdojmë me Kullën dhe me ty dhe me Po, le të shohim pak para se ja fjalën Sebastianit. Le të shohim pak. Ledio, më jep videot njëra pas tjetrës i shohim të treja, jepi. Ja shikoni, ishte sot në gjykatën kushtetuese, lajmi i fundit. Për Halloween. Jepi Ledio. Fshati që duket, nuk ka nevojë për kallëuzin tim, sepse kjo kuptohet shumë qartë që më është mohuar njoftimi, më është mohuar ftesa, më është mohuar e drejta për që në ty. As nuk jam njoftuar të shohësh nga televizioni i Burgut, që po mbitet Këshilli Bashkiak i Tiranës. Unë nuk kam parë një eficiencë me 8 vendime administrative brenda 8 orëve të orarit punës. Një eficiencë shembullore që fillon me Këshillin Bashkiak dhe mbaron me dekretin e presidentit është mbreslëndse për eficiencën e shtetit tonë. Nga një vendim në orë, në 8 orët e 8 vendimeve që janë marrë atë ditë. Nga Këshilli te prefektura, ke ministri i linjës, te VKM-ja, te presidenti i kështu me radhë. 3.2, 2.0 janë ca shifra të çuditshme, Kjo ishte video e parë, le të shikojmë të dytën. Jepi dytën Ledio. Sa herë që më shkërkuar kam qenë prezent, por insistoj në argumentin që dha gjatë fjalës time. 2 gabime nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Dhe për të gjithë ata që kanë argumentin po për qytetarët, patjetër. Po s'pari kam unë një betim dhe një kontratë lidhur me qytetarët që duhet ta mbroj. Së dyti dhe për ata që po kandidojnë, po sikur nesër t'ia bëjnë Ogertës, Florit, Arlindit. Një masë sigurie, pra kaosi që mendojmë që kemi tani nuk është gjë hiç me kaosin nëse kjo do kthehet në një standard në të gjithë Shqipërinë, në kryetarët e bashkive. Kështu që kjo është një betejë që po bëhet për ata që do të vinë pas meje, kurdo qoftë ajo. Faleminderit. Më duket se kemi edhe një të tretë, Ledio. Beteja ime për të dëgjuar për ju është vjen pas një sage të gjatë. Zhgënjyse për thënë drejtën, për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Kam sot më shumë policë në gjykatë kushtetuese se ç'kam avokat. Provën e keni këtu në këtë sallë. Kam përjetuar një periudhë gjatë, të mbushur me shkelje drejtave të mia themelore si qytetar i kësaj republike. Kemi edhe i tjetër. Kemi edhe i tjetër, Ledio? Ja ta shohim. Kur kryetari i bashkisë vdes, nuk kam vdekur. Besoj që është provë prezenca ime sot këtu. Kur humbet zotësinë juridike për të vepruar, me vendim gjykate të formës prerë, nuk ka vendim gjykate të formës prerë. Kur kandidon për deputet, nuk kisha për kryetarit të bashkisë që kandidoj për deputet. Nuk është më banori përhershëm i bashkisë. Ja vetëm përkohësisht ndrues. Sepse kjo masë është masë e përkohshme, masë për burgim, nuk është vendim në formës prerë. Jep dorëheqjen, nuk më shkërkuar dhe nuk jam të dorëheqjen, prandaj jam këtu sot si kryetari i bashkisë. Nuk pranoj betimin, të bëj betimin, pikërisht se kam bërë betimin, jam këtu që ta bëj betimin. Faleminderit. Sebastian, është një riabilitim i imazhit publik të Veliajt kjo që ndodhi sot gjykat para se hap Kullës të bëj komentin e tij. Shkurtimisht. Është gabim në PR. Nëse do e shihnim kësaj, ky për mendimin tim ende merret me publikun, betejën me publikun nuk e ka të fituar. Betejën me publikun e ka të humbur. Besoj se janë të paktë ata që mund ta pëlqejnë. Në krahun tjetër, unë e bëj thot për Florin, e bëj për Ogertën, e bëj për Arlindin, bëj gjëje, tani vetë pash një postim të Arlind Qorrit, tha, nëse do bëja atë njëjtën gjë që ke bërë ti, tha, e psofsha 100 herë më keq. Qartë. Në këtë mes, ka Tiranën në këtë gjendje që është sot, ky e ka të ndisur, se ky ka pas drejt firme, nuk kam pasur unë. Pra Tirana me këtë trafik, Tirana me këtë pyll orbital që na çan dhelpra dhe ujë që gjithandej sepse ka vetëm pemë, ka vetëm ozon etj etj. Tirana me këto ndërtime është faji i këtij. Ka një emër, faj. Tirana pa plan urbanistik është faji i këtij. Dhe i kryebashkiaku tjetër që është Edi Rama që ka qenë më herët.
Jam Me drejtën ka qenë dhe i tjetër me së që s'kot sa me ta kujtu, kupton? po, por vetëm pak leje. Harroj s'kaq. 4 vjetë ka qenë, kupton? Lul Basha, po të paktën ai ikull, a? Po jo, me thënë se e përmendi, po se përmendi atë, se nuk ka Po qenë... të paktën Lul Basha, të paktën nuk bëri gjë, nuk e shkatroi. Pra, Me thënë këtë më besë. nuk bëri asgjë të keqe. Po ky renditi një seri gjërës, ta s'ka pas plan urbanistik. Po me Kur e renditet pare, do rendisë të dytin. Vishte këtë. Luli 4 vjen dhe një okull. Basha Po mirë për në regull. Basha ka një plan urbanistik të Tiranës në 2011. Kur? Ka një plan që është i 2011-ës. Po lërën e ballaboksin Plani urbanistik i Tiranës, i mira po i Ishte keq dhe ai në është spa. një plan urbanistik. Rama me Veliajin, sot që po shek të Tiranë, që të shkosh Nëse nuk është ky debati sot. nga këtu ku jemi ne për shkuar të Komune e Parisit do 3 orë. Është e vërtetë, Kjo është e vërtetë. kjo Po është- dëgjoj, o Sebastian, ti thua nuk fiton asnjë pikë ky sot që të kaloj te kulla, nuk fiton asnjë pikë? Merret me publikun, publiku nuk e ka qef Veliajin. Pra ti thua nuk fiton pikë Vjen me sot. publikun e ka humbur. Iku. Kulla, Dhe thot jam i përndjekur politik. Nuk është i përndjekur politik. Është e kot kjo, jam i për kusht përndjek politikisht. Po të përndjek Rama, po. Atëherë, thuaj Ramës çfarë ke për t'ia thënë. Tani do të fitoj zemrën e publikut që t'i them Ramës diçka që pastaj ai ta mbaj mend etj etj. Tha diçka ai faktikisht, por tani kjo do një farë burrërie që t'i shkosh gjërave deri në fund. Ai tha 8 vendime administrative që merren kohë rekord, sollin vëmendje vendimet e tërmetit apo sollin vëmendje vendimet e inceneratorit. E po dili për zot gjërave. Tani edhe hedh gurin, edhe fshet dorën, me kë po e fiton betejën. do vim prap atje. Kulla, nga të patën për nga forma, unë nuk e dija, sepse sigurisht që s'kemi se ta dim se ai është në paraburgim, ka 8 muaj, nuk mu duk keq. Ishte dobësuar shumë, duke okej, domethënë, në krahasim me ç'ishte kur ishte jashtë. Po, ishte mi shëndosh. Ka qenë. Pra doli fjala e një miku tënd që s'do të përmend emrin avokat, që thoshte ne burgu i Enverit na shpëtoi, sepse hanin gjëra pa yndyra. Se përdyshe do kishim Se për dysh do kishim vdekur me kohë. Jo, ai ka pas një problem shneti para disa muesh, gjë që ka thurë që të bëjë dhe një ekzaminim dhe nga jo ka hyrë në një dietë e tjerë. Ja, dakor. Kjo është çështje personale e tij. O Kulla, çdo mbetet sot nga fjalimi i Rëndeli. Ja, ta them unë çfarë do mbetet. Ma thuaj. Më në fund, unë jam i gëzuar që pash një ditë të tillë, se më në fund, Republika e Shqipërisë përmbushi një nga kushtet kryesore që duhet ketë një ditë ky vend nëse shkon në Bashkimin Evropian. Pra, pam përplasjen e këtyre institucioneve, pra qeverisë e cila bën juridikisht, se këtu kemi avokatin, qeveria bën vendimet e Këshillit Ministrave. Këto janë aktet juridike që bën qeveria. Presidenti bën dekrete. Këto janë aktet juridike që bën presidenti. Dekretet. Mirat, këshilla pastaj i vlerëson gjykata kushtetuese. Këshilli Bashkiak, sa aty ishte kryetari i bashkisë që është i sjellur, dhe ai është kryetar bashkie deri në provë të kundërt. Merr vendimet e Këshillit Bashkiak dhe ka marrë një vendim e cili e përplas drejt për drejt me kryetarin e bashkisë, edhe të treja këto palë shkuan tek arbitri që është gjykata kushtetuese. Kjo, për herë të parë, pas shumë kohësh, ne patëm imazhin e një vendi normal që i lanë çarat rrugëve në Facebook e tjerë, fyret e tjerë, dhe vajten në dyert e gjykatës. Se çfarë vendimi do japi gjykata, këtu do jemi dhe do ta shohim. Por pas shumë kohësh, shumë kohësh, ne pam që edhe mund të ketë një gjë normale në këtë vend. Pra nuk është gjithçka jo normale, dhe pam një transparencë maksimale nga gjykata kushtetuese, pra e transmetoi 7 orë, 8 orë drejt për drejt live atë gjë, dhe nga kjo pikpamje ne për herë të parë publiku u njoh me opinionet e të treja ose të 4 grupime madje, dhe pyetjet dhe përgjigjet edhe të vetë anëtarëve të gjykatës kushtetuese ishin shumë interesante. Pra sido që të përfundoj kjo gjë, u desh çështja Veliaj në gjykatë kushtetuese, për shkarkime o mos shkarkime që në kuptimin e vetë ka shumë pak rëndësi, sepse edhe sikur ai të mos shkarkohet pas një viti nuk ka më të drejtë rizjedhjes, edhe një vit ka zgjedhje normale në Bashkinë e Tiranës, por ne pam për herë të parë një lloj normaliteti, kishin shumë kohë që nuk shikonim normalitet, në cilin u përplasën juridikisht gjithë ditën me opinionet e disa institucione. Përfaqësuesit e presidentit. Okej, kjo është pjesa teknike, pjesa politike më intereson dy nga ty. Kjo është pjesa politike. Jo, cili është mesazhi politik më? Kjo është pjesa politike.
Velia, ky, a mund të konsiderohet ky moment si divorci përfundimtar i Erion Velis nga partia e tij dhe nga Edi Rama? Shiko, kjo është pjesa politike. Mi pa unë po të bëj një pyetje të re. Divorcin politike ka bërë Partia Socialiste kur e propozoi shkarkimin dhe largimin nga bashkia. Ajo është një akt që ka ndodhur. Nuk është se Erion Velia e ka filluar. Qarë, po... Ajo është një akt që ka ndodhur dhe jemi me provën faktike, se kur ndodhin divorce. Qarë. Prap gjyq do shkojnë, kupton? Sigurisht. Edhe kjo ishte seanca e gjyqit. Çfarë votua sot 8-0 prap? Pa të një votim sot. Ishte vlerësimi i kërkesës Erion Velia? Jo, të Erion Velia, të profesorëve të presidencës. Okej. Quhet Rupal dhe ajo ishte 8-0, sepse aty edhe një herë gjykata kushtetuese i tha Palvi, tha jemi ne. Qartë. Ne jemi mbi të gjithë, pastaj. Dhe po kjo ishte një betejë gjatë juridike që unë më shumë se sa t'jap opinionin tim politik, besoj që ka nevojë këtu për shpjegimin juridik të... Jo, nuk na duhet shumë. Nuk na duhet shumë sepse nuk na duhet shumë kjo sepse mërziten njerëz tani nuk kanë nevojë të lodhen në këtë moment me gjëra juridike, ne na duhet politikisht problem. 8 orë nuk kishte ndodhur ndonjëherë dhe ka 8 muaj që vazhdon dhe është lajmi i parë, kjo s'ka ndodhur që në kohën e Fatosnaros kur ka qenë. Për të hedhur pak kripa bën dëm përshëndetim, po bisedës. Pikërisht sot ka ndodhur, zëvendës dimës sekretari i shtetit aktual. Pra, domethënë, një nga varësit e Rubios. Mark Fleming, quhet Mark Fleming, emri ka shumë interesant. Në mbiemrin, Mark Fleming. Ka vizituar SPAK-un, ka qenë në SPAK dhe ka bërë takime të ndryshme. Fleming, pra si shtazh, zëvendës dimës sekretari i shtetit në SBA, u ka qenë sot pikërisht në prokurorinë e posaçme, sot ditën e Halloweenit, ditën e errët të pushtetit. Zyrtari i lartë amerikan ka zhvilluar takim me kreun e SPAK-ut Altin Dumani dhe prokurorin e posaçëm Klodian Brau. Një nga njerëzit më të afërt të Dumanit bashkë me prokurorin Adnan Xholi. Ta të dy janë... Dhe ky Klodian Brau me qëra fjala parantezë. Është në garë. Për drejtuesin. Dhe cilën dosje të rëndësishme ka në këtë moment, Klodian Brau dim gjë? Të ndonjë pushetari? Ose opozitari? Nuk po më vjen në mendje, po di që ka pasur. Nuk dini gjë. Një dosje edhe për grupet. Na i thonë njerëz tani që na shohin. Cila është dosja që ka më pikante Klodian Brau në këtë moment e zonjas Zotëri? Ma nisin me mesazhet 068 20 02 868. Kot. Kështu për koincidencë. Në kuadër të mbështetjes dhe rakordimit me SPAK, Fleming ka takuar ministren e Brendshme të Shqipërisë Kulla, Albana Koçiu, dhe ministrin e drejtësisë Besfort Lamallari, si dhe funksionarë të tjerë të lartë. Gjithashtu, ky zyrtar amerikan, i nivelit lartë duhet thonë, për Shqipërinë, është takuar dhe në përfaqësues të opozitës. Në takim ka marrë pjesë Gazmend Bardhi, Belin Këlliçi dhe Jorida Tabaku. Astina Tabori doktorit. Ose të tretë doktorit. Ja. Tabori vjetër, Flamuri, Alban, Në rregull. Gjingjovi. Gazmend Bardhi është kryetar grupi. Belin Këlliçi ka njohje se se... Jo shpjegon pëse rrinë Gazbari dhe Belin Këlliçi me doktorin, pëse i mban doktori. Nuk është ide e keqe, doktori është brillant, po. Thjesht për ta... Erdhe me dio. Këtë e lexova thjesht për të thënë që ky takim i sotëm, nuk e di është koincidencë apo jo, po është pikërisht sot në ditën e errët të Halloweenit të Partisë Socialiste. Andraoti ka pasur një shprehje epike, thoshte nuk i besoj rastësive, i besoj vullnetit Zotit. Kështu që Bravo. Ka gjithë. Tani jo, po do të marrim mendim Kullës edhe Marsitit dhe pastaj Flogertit dhe Sebastianit lidhur me këtë. Pra, është thjesht koincidencë rastësi që të bëhej sot takimi apo jo? Më thonë ndërkohë Brau është, jo tani përgjithë të bëjmë pauzë. Brau më thonë direkt njerëz të shkët, njerëz mirë shumë që na ndjekin, besnik. Hop, japin një info kur din. Brau është prokurori i cili ka jetuar në senatorin e Elbasanit, më thonë. Duke nxjerrë urdhër arresti për shumë persona me cilëve Mirel Mërtiri, Stella Gugallia, Klodian Zoto dhe duke ndarë hetimin për ish zëvendës kryeministin, Erben Ametaj. Brau ka jetuar gjithashtu dosjen 5D duke dërguar në gjyq ish drejtorin e Bashkisë Tiranës. Ish drejtorët e Bashkisë Tiranës, 5D-n e famshme po. Një tjetër dosje jetuar dhe e dërguar në gjyq nga prokurori është dhe ajo e njohur si Toyota Yaris. Duke se është... Pra dosje të mëdha që gjitha. Të gjitha po. Atere, jemi fix në Halloween, në zemër të Halloweenit, vazhdojnë akoma kjo festet mërshme. Interesante, festet të vdekurve. Po ti po duke sigur po të regon prallat e 1001 netve, vlarë të 1000. E bukur, Dhe kujdes, Fleming, zëvendës ndihmës sekretari shtetit, pra, numri 2 pas Rubios,
erdhi në Tiranë sot ishte në SPAK, takoi dhe sa përfaqësues politik. SPAK-u po troket për allojin në dyert tuaja, kujdes. Hajde këtu Ledjo, ngelit e kulla. Kujdes, se mos nuk e hapni derën. Trik, jo më falë, se ishte, trik o trit, trik or trit. Me qëra fjalla. Thuj e shqip se ti s'di anglisht. Troket, pra. E thash, po e thash dhe anglisht. Trik or trit. Si përkthehet trik or trit, gjithë ju që dini anglisht, më çoni mesazh te 068 20 02 868. Hapini derën SPAK-ut. Dakor? Kulla, Fleming në SPAK bëri do takimet politike, pikërisht sot. Është thjesht një detaj i historisë sipas teje apo është thelbi i historisë me këtë që po ndodh? Në detaj de l'histoire. Për mua nuk është se ka një lajm veçantë në këtë histori. S'ka ndonjë gjë. Jo, për mua unë vazhdoj që ndroj asaj që të kam thënë këtu e shumë kohë përpara, Se që para se të arrestoj. Të Flemingut. Kjo është një nga nuk i jap dhaq shumë rëndësi, por thelbi është ajo që të kam thënë shumë përpara se të arrestoj Erion Velia, që të kam thënë dy gjëra, të kam thënë Pa dëgjoj, ka diu. ka dalë shejtani nga shisha O Marsi, dëgjoj çik, Flogert. Ka dalë shejtani nga shishja? dhe kur të përdunon ka diu dhe Zoti s'bën ndërmandur. E disa ka 8 muaj që ma thos, se që bie llafi për Jo, këtë. ka më shumë, ka 10 muaj se. Ka 10 muaj. 8 muaj ka Erioni që është. Ka dalë shejtani nga shishja, Po. e shejtani kush se s'kan kuptuar asnjëherë. Ka dalë shejtani nga shisha se fusin dot më, se politika të shi mundohet ta fus shejtani shishe, po s'futet shejtani shishe, kupton? Dhe kur të përdunon Kadiu, Kur të përdunon ka diu dhe Zoti s'bën ndërmandur. tani mund ta dim kush është Kadiu që ka drejt të përdunojë vëlla? Ky që është avokat thotë që ka diu është gjyqtari. Është gjyqtari. Se unë kur thot kulla Kadiu, bo, një mizë e madhe, Marsi, do dhe vrasë është ti, do dhe vrasë, unë Ledjo kape mizën e madhe, erdi në tavolinë. Jo, kulla mos kulla fene i trëve, o kulla, mos. Mos do të prekim vetë në mizën. Është, po unë i kam shansë të mizët, E mërë po burë. ke gjuar që Mos- sa miza, apo s'du ta them këtë? Do jetë do një ëngjëll ai aty. Jo, s'du ta them. Mos është shumë jo ëngjëll, mos është e kundërta nga ata, si quhen, Gjind. Mos Po e dhe gjindet Brapa ëngjëlla. e ke, po jo. E mbrapa ti është. kemi një mizë, do kënaqemi sot me këtë mizë. Dhe një episod të Breaking Bad që është me mizën nëse të kujtohet. Patjetër. Ke hallë se mos është në imiz që përdoret për përgjime kështu. Jo, fare. Po çan Arian mund të shtoj diçka. më bëhet me dije që nga burime shumë besuara që nuk ka patur një takim të ministrit drejtësisë në fakt me zyrtarin amerikan. Nuk ka pasur? Me ministrin e drejtësisë nuk ka pasur takim. Pra, Lamallari nuk ka pasur. Nuk ka pasur. Po pse ka dalë ky lajm në disa portale sot? Ka dalë në shumë portale, po Është gabim. është informacion i gabuar. Op, A, pyta. si të ka rënë. Ta kap, mos u merri me mizën. Ka punë, dëgjoj. Po, ndërkohë ata Albana Koçiu e ka takuar. Po, ministrin e brendshme për sa kohë se këta po na ndjekin gjithë, e kupton tani? Qartë. Po normal. Edhe ata që nuk kanë bërë takim, dhe thonë s'na ka ardhur akoma për te batutave. Pra, nuk ka zhvilluar takime. Për ty Flogert Muça, Fleming, numri 2 i Rubios, i departamentit shtetit. Për kullën tha nuk jap më rëndësi këtij. Jo, është vizitë e rëndësishme, po jo në rëndësi të posaçme. Jo. E di pse? Se ata që merren me SPAK-un nuk janë nga departamenti i shtetit, ata janë nga departamenti i drejtësisë në Amerikë. Domethënë, Po pse vetë ky atëre i takon? po ky takon sepse sigurisht është dhe departamenti i shtetit, po ata që merren me SPAK-un, me agjencitë e posaçme, me policinë e tjerë, ata janë nga departamenti i drejtësisë. Ata departamenti i drejtësisë, ata janë vërtet ka Tani një do Tani, zgjidhet mund të Ja një sekond Flogert, po Marsit. Se Marsit se kemi fut fare në lojë. kamera. se më kujtua nga shpreha e Giulia Androdit, sepse është situatë shumë e ngjashme. Kjo e SPAK-ut me prokurorin. Giulio Andreotti që ka vdekur prej poshtë, do ta thuash kush ka qenë kryeministër italisht. 7 herë. 7 herë kryeministër dhe 25 herë ministër. Dhe situata aktuale, pra goditja e kastës të vjetër ose elitës vjetër politike nëpërmjet SPAK-ut është pothuajse e ngjashme me historinë atje dhe me goditjen e demokracisë kristiane dhe po ashtu dhe të partive që kanë qenë në koalicion me demokracinë kristiane. Dhe aty ishin amerikanët mbrapa, duhet ta theksojmë Po, këtë. dhe një nga kryeministrat, i cili ka qenë nga bashkëpunëtorët e Androtit, ka qenë dhe Kraksi, i cili ka qenë kryeministër Benito Kraksi, i cili në deklaratat që jep të Masishkovi në azilin e tij, Bettino, Benito ishte tjetër, Mussolini. Po, Djetë. Bettino. ka thënë që prokurorët special pothuajse çdo ditë takonin përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit ose të strukturave të inteligjencës përpara se zhvilloheshin seanca gjyqësore. Unë kam qenë te shtëpia e Kraksit në Hamamet. Po. Kjo mirë. Hamamet që ishte në Tunizi. Ka bërë të deklaratë. Po prit se ka dhënë intervistë. Që ka thënë për kullën? Jo, në lidhje me se situatë shumë e ngjashme. Bettino Kraksi ka disa intervista të jashtëzakonshme
që gjithë ta që duan të kuptojnë Ç'është kjo çfarë ndodh zhurmë? me reformën drejtësi, miza. Jo, ishte një zhurmë e tmeshme. Është situatë e gjatë. ndodhi? Aksident mizë. Të gjithë këta duhet Mikrofoni, si punon kullës? të rikthehen I ka rënë. Kulla çojë pak mikrofonin. Vetëm kujdes mos bjerë. Ka drejtë i të birë. rikthehen dhe Precedenti i zakonshëm. ta jetojnë atë kohë. Unë kam disa miq mi që kanë qenë ndër personazhet kryesore në atë kohë, përfshi edhe Claudio Martellin që ka qenë ministri i drejtësisë dhe ishte numri 2 i partisë së Kraksit. Po duke qenë që kam qenë edhe të shtëpia Kraksit janë jo dhe fëmijët Kraksit, domethënë edhe atë që sot është senatore Stefanian dhe Bobon, edhe disa nga këto personazhe atje, Bettino Kraksi thotë që prokurorët e prokurisë së posaçme të Milanos, pra të Milanos, ata që bën Tangentopolin, pra që filloi rrëzimin e Republikës së Parë të Italisë, ata çdo të hënë shkonin dhe pinin kafe në Via Veneto, në rrugën Veneto, tek ambasada amerikane dhe dilnin me ca lista njerëzish që do godisin. Po këto e thot Bettino Kraksi, i cili nuk u kthy më Kur në kurrë. Itali. Ne nuk e dim nëse do bëjmë unë e ti, ndoshta edhe me Çani, një bisedë herë tjetër duke analizuar çka ka ndodhur në Itali. Precedenti i zakonshëm. Me kënaqësi të madhe unë mund t'i hyj me të ashtu, por duhet themi ca të vërteta historike, në cilat edhe në atë kohë Andreotti ishte njeriu kryesori i CIA-s në Itali. Po pavarësisht kësaj nuk i shpëtoi goditjeve që i vinin nga Departamenti i Drejtësisë, që ishte lidhur me prokurorët, dhe nga FBI-ja, po kjo është një histori e gjatë në cilën ne duhet ulemi dhe të flasim dhe t'i tregojmë faktet historike. Drejtësinë më të madhe. Dhe duke qenë që unë disa nga këta personazhe i kam miq dhe mi tregojnë ngjarjet live se si kanë përjetuar në atë kohë, jam i detyruar të ndërhyj dhe të them kujdes se nuk është tamam është. Jam më se dakord. Miq, kemi probleme me internetin, më fal, Gubi kemi probleme me internetin, kam përshtypjen, duhet të ketë një ngecje kulla te Po Zaneli. ka një, jo, vazhdon, po ka një kështu. Vazhdo, po ka një ngecje apo. Po, kështu ka një ngadalësim. Jemi pa internet, kështu i gjithë stafi që po na shef këto momente urgjent të ndërhyjnë sepse është gjuna. Ka shumë njerëz që shohin. Arjan, Ka shumë njerëz që shohin në YouTube, më fal o Gubi, se është më e rëndësishme kjo valla. Se ka pas njerëz situatën, një shi. jo, di pse se do të thosha diçka. Atë ne ka, po këto gjëra s'interesojnë fare. Shumë gjëra. Interesojnë madhe, zakonisht vetëm për këtë jemi këtu, për teknike. tjerat nuk interesojnë fare, vetëm për timin. Dgjoj, kapni urgjent, shtin këtë punë në interneti, se është serioze. Ne i fusim në mendje të lehtë. 6.000 njerëz. Gjuna, ishin të mersi shumë për na ndiqnin live. Normalisht nuk duhet të jetë e qëllimshme. Jam bindur që është një aksident, incident, më fal. Rastësia. Është rastësi. Edhe pse Andreotti ka thënë nuk ka asnjë rastësi, Atë po ka vullnet Zotit, atë do shpjegoja. por jemi në MCN TV në këto momente, shpresojmë të rregullojë interneti sa më shpejt. Le të lutem bëni telefon lart e poshtë. Please. Gupi, ky është momenti jot. Po, unë do shtoja që Fleming e Zotë tham. Kulla ka të Se drejtë. tasa do flasi shpejt e shpejt. po ta shkurt. bëjmë një tjetër atë bisedë, A? të jeni të bindur që do shkodohen edhe shumë situata që do ndodhin nëpërmjet spakut dhe kastës politike, po të rikthehemi atyre precedenteve. Po në raport me këtë rastësi, do themi narrativ që i ka ndodhur realisht Andreottit dhe një nga gazetarëve më të ndenjtë asaj kohe. Sa mikët e Andreottit tani? Po sepse do ta lidh me rastësi dhe me rastin e Flemingut të SPAK. Ah, okay. Ai e merr në intervistë në ditë të fundit të pushtetit si kryeministër dhe i thotë sot dua të flasim për një temë që është pak filozofike, i thotë, Andreotti kishte që filozofinë, e cila titullohet Rastësia. Dhe Andreotti i thotë shprehjen që unë e thash pak më përpara, që unë nuk i besoj rastësive, por i besoj vullnetit Zotit. I thotë ai ti duhet i besosh rastësive, i thotë, sepse nëse ti nuk i beson rastësive, i ke gjitha faktet i thotë kundër teje. Dhe fillon i thotë, për shembull, pothuajse i thotë të gjithë familjarët e generalit Della Chiesa, që ishte prania të tanë nga mafia, familjarët e Aldo Moro, që ishte kryeministri italian që u rrëmbye, edhe shumë viktima të tjera thotë akuzojnë ty që je vrasi i tyre dhe që je i përfshirë në ngjarjet që i kanë ndodhur. Po ashtu i thotë familjarët e Michele Sindonës të akuzojnë ty dhe nuk e ka vrarë mafia, por kanë vrarë dy njerëz, Andreotti dhe Cosentino. Kur ke qenë ti, thotë ministri i brendshëm, u elmua në burg Pishota, që ka qenë një eksponent i krimit, i cili Gasper Pishota. Opa, e shikon që vrasjen e Giulianos. S'ka qenë eksponenti, po s'ka qenë eksponenti. do tregonte po pra? I lidhur me vrasjen e Giulianos. Jo, se mos merr përsipër gjëra. Nuk është ky debati. Do ta përfundoj thelbin. Dakor. Nuk ka si detaj ato kullare, kupton që na ikën komplet nga aktualiteti tash gjuna. Dhe Jo, po ti Andreotti njerë mos duri tani te kjo pjesë, kjo s'ka asnjë rëndësi si ngatrohet Ka mashiti. shumë rëndësi. Fare. Dhe Andreotti kundër përgjigjet dhe i thotë që është rasti që edhe gazetat cilën ti drejton po biten duart e një imprenditori të madh Silvio Berlusconit
Ore Marsite, Dhe të liria me ke gjatë fakti? kjo si parantezë. Ja, po do ta Ikën një- përfundoj. ore, Edhe dy Marsite, fjalë nuk ka. ka kuptim, olla, është pyetje tjetër komplet. Dakor, pra. O kjo tregohet me tre fjalë. Dhe thelbi është situata nga Ore, të Irçani. zgjidhet kryetari i SPAK-ut dhe kryetari i BKH-s, mor vlla. Prandaj Ore, ka Marsite, ardhur ajo dëgjoj, pastaj. dëgjoj. Po këtu do dalë, është si thotë është situatë komplekse, nuk është thjesht rasti. Pra nga hir ajo që duket si rasti. Shkurtova pra, se Po, si shembull e ke brilant më burr. Dhe ti tani po kundërshton kullën, thuaj, kulla, unë nuk jam dakord me ty. S'ja thua më burr, pavarësisht Ashtë është ti që po thelbi. Po thashë, unë do e Po kam. thuaj që në fillim, se njerëzit ndyshë se kuptojnë. Dakor. Tani më falë se po bëhem unë metodik, po merrem metodën. Ja, dakor. Shumë e rëndësishme. Për ty Flemingu sot në SPAK, vlla. Është situatë. Ishte për të thënë vazhdoni se na keni ne mbrapa. Po, as të diskutohet. Kulla thotë, është e rëndësishme, po jo dhe aq. Këtu ndryshimi juaj. Po pra, unë si besoj rastive, prandaj thash pe. Bravo. Floger, ti je dakord me kullën apo jo, vlla? Të kemi kullën se edhe pak minuta e kemi, do na iki. Absolutisht jo. Nuk je dhe ti dakord me kullën. Hajde, Jam gjithë kundër fare kullës sot. se jo, sepse e para Kulla tani qesh, vlla, po bëjmë edhe kundër teje ndonjëherë. e para duhet shohim çfarë po ndodh në SPAK, çfarë po ndodh në BKH, çfarë po ndodh në politik. Po. Në SPAK po zgjidhet kryetari i ri SPAK, po zgjidhet kryetari i ri BKH-s, drejtuesi i ri BKH-s, që do jetë po ashtu një zgjatimi kryetarit SPAK-ut, që të bashkëpunojnë, më se të thash, Po, pra. se kemi pasur probleme në Shkuarën, dhe nga ana tjetër në rrafshin politik është shumë domethënëse dhe nuk e thash për batut, por duhet analizuar pse ka takuar pikërisht Tabakun, Bardhin edhe Këlliçin. Ajo i takon, shiko, ajo është gjë tjetër. Unë do Dhe të mesazh politik pra. Dgjoj, Ndërsa pyetja ime është kjo, vlla. drejtësisë, Gringot e kanë marrë në dorë SPAK-un, dhe nuk e di më shumë se SPAK-un, sa i gjykatat apo përket jo. SPAK-ut dhe vizitës, po pra, aty do E kanë marrë në dorë totalisht, apo mundohen t'ja heqin nga duart dhe lojtarëve lokal të brenda? nuk ka lojtar, se këtu tani, në qoftë se do vazhdojmë të themi akoma që lojtarët lokal, do ngjajmë qesharak. Jo, s'janë Lojtarët fare lokal, qesharak. më fal, lojtarët lokal mund të kenë në dorë 7, 8, 10, 15 prokurorë SPAK-ut. Po? Mjafton një, jo 5, që të ta shëmbi qeverinë nga fillimi në fund. Ka që thjesht është. Deri tani po e shëmbin dhe Po i ka luajtur Ramsi ferm. veç se fiton më shumë vota. Qa pret ti, të shkoj të marri... Mos bëhemi naiv, pra. Çdo goditje që bën SPAK ndaj ushtarëve të Ka lidhje Ramsit, me SPAK-un. thjesht forcon Ramsin. Po nuk Kjo ka tashmë është provuar. Çan, Kur do e kuptoni kjo këtë gjë? nuk ka lidhje me SPAK-un. Po me kë ka? Ti më thua mua çfarë bën SPAK-u. SPAK-u nuk po lë, siç e ka thonë Kulla, ka dalë shejtani nga shishe. E morën vesh, pra. Dhe po ka Po revansh. kush po pjert për ushtarët e Ramsit? Kush po pjert për ushtarët e Ramsit? Pra këtu nuk është puna se SPAK është duke bërë gjëra që, Ka fajin SPAK. më fal, që ta vëjnë rregull të qeveri. Se ka dhe fajin që- SPAK-u më. Po flasim për SPAK-un. Po, pra faj ka pyetja është- SPAK-u që këta votojnë Ramën, populli voton Ramën dhe pse i bie gjysma qeverisë në Pra punë. atëre SPAK-u shikon votat para se të veprojë apo jo? SPAK-u bën punën e tij më zoti. Në rregull pra. Dhe të gjithë ta han kumbulla mbrapa kurizit e Ramsit, le ta themi. Ramës i funksionon propaganda më mirë se çdo kujt tjetër dhe Po, bën Ramsin. Dhe prandaj po them dhe këtu ka qenë basi im, gjysmë e basit e humba, se thoshja Velia dhe Ramsi nuk preken. Po thuaj edhe me kë humbje. E humba dhe me Ilir Kumbo dhe me të tjerë. se Jo si me vetë gjithë me ty. gjithë Jo, ne jo. ka humbur, pa me rat. Unë fakt e bëra pikërisht se doja të humbisja. Doja të kundërt, po, pra. Patjetër. Ç'ishte kjo zhurmë Ledio? Dent miza. Çfarë është kjo zhurmë Ledio? Ka vetëm zhurma të çuditshme vlla. Me që Çfarë po ndodh Ledio? Trik or trok. E shikoni se them sot, trit or trok. Ëmo kulla. Trit or trik. me që më ndërhyre, Ma? kur po flisja me avokatin, ajo periudhë Gjuna si jemi në YouTube sot. Na i do për leshen. S'është fare? Ajo periudhë e historike e Italisë, ajo përmbyllet me një gru shteti që bën prokurorët Erdhëm. ndaj politikës dhe ndaj shtetit dhe shëmën Republikën e partë Italisë. Prandaj thashë që nuk dua ta krahasoj se i bie që jemi duke asistuar dhe këtu një periudhë të një grushe shteti. Kjo ishte arsye pse i ndërhyrë. Gru shteti juridik. Po këtë pra i kundërshtova. Kurse Që nuk këtu jemi vazhdon gru të shteti tregon. juridik. Që nuk jemi një gru shteti juridik. Pra ti e dakord me mua atëre. Jo. Unë këtë po them pra, nuk kemi në gru shteti juridik. Ata po ndihmojnë të madhin, sultanin. Nuk është se duan ta përmbysin. Jo. Politikisht po flas më. Ulla, ka një politikë penale vlla. Nuk duhet përmbysur i madhi. Duhen ngrënë lojtarët e vegjël, ushtarët e vegjël, që i madhi të eci përpara. Unë jam për të kundërtën e kësaj, unë mendoj atë që të kam thënë shpesh, që procesi i daljes shejtanit nga shishja është një proces jashtë kontrolli. Gjëja ka filluar dhe shkon për inerci tash dhe mirë kush ka punë me këta përpara. Po pra, mirë kush ka punë me ta. Po për t'i vajtur thelbit dhe në fund, kush pjert për këta? Gjithçka është mos pësoj gjë i madhi. O kulla, gjithçka është mos pësoj gjë sultani, o Flogert, a je dakord me mua më valla? Që gjithçka është që mos preke sultani, gjithçka bëhet që mos preke Sultani nuk do sultani. preket më.
Bravo, bra. Kulla e barit, Flogerd, se djetë filmin. Kulla e barit nuk do të digjet. Qa fleto burë. Gjithë shka të bëhet shkruan be i. Pozicioni që ka i, por mos harro. Në qoftë se Edi Rama vdes kryeministër, dakord. Në qoftë se nuk vdes kryeministër, si ta nëzëgoja në qoftë se nuk vdes kryeministër, atëherë nga ky spaku, nga kjo drejtësi, nuk ka njeri që nuk do përndiqë. Po atë e them dhe unë, por anesën nga pushteti, qofse, pa tjetër një do preket, mo. Sepse kështu ndodh kudo. Më jep një shembull të kundërt ti. Bravo, atëre çmë kundërshton Kulla mua, kuptove gjeti, sa unë këtë them. Po, të gjithë janë të prekshëm. Por aman, i vetmi i paprekshëm është kryeministri, të gjithë tjerat janë të prekshëm. Eksakt, nuk ka ndodhur në Maqedoni, nuk ka ndodhur në Kroaci, nuk ka ndodhur në Rumani, nuk ka ndodhur. Në Maqedoni ka ndodhur, edhe në Kroaci ka ndodhur. Në Maqedoni s'ka ndodhur kur ishte Gruevski kryeministër. Kryeministër jo. Kur ishte Gruevski? Jo pra, ishte Zaevi. Sa vjeç ishte ti kur? Kulla tani, Kulla. Sa vjeç ishte? Po janë 35 sot, ishe 24. Ishe 24. Atëherë, nëse ishe 24, shto, jo. Sa vjeç ishte, nëse bëjmë mosh, hajde ikim ne të paprivilegjuar që jemi të rinj. Mirë për nanën, po këto që ndodhin këtu i di. Mos u kurdis, sepse po flet për një njeri që unë e njoh shumë mirë. E rrëzuan prokurorët dhe gjyqtarët. Ta njofësh më burr. E rrëzuan prokurorët dhe gjyqtarët dhe përgjimet në publik. Ata i rrëzuan qeverinë. Po qeverin po mërë, po ishte i kanë tas dhe këtit, mo. Jo, ndodhi me kohën e kryeministrit. Prit pra të Kjo po ndodhe tani. Po kjo po ndodhe tani. Tute ne nuk kanë plas përgjime, qanë. Dhe goditjet e prokurorisë nuk kanë shku të Rama. Në Maqedoni, goditjet shkuan drejt për drejt të Gruevski. Po kur s'ishte kryeministër e morën? Ishte kryeministër dhe kishte majorancë. E morën kur ishte kryeministër? Po. Ishte Zaevi morë kulla tani tjetë. Jo, u dënua kur ishte tash. O Çani, i filloi hetimi kur ishte kryeministër. O Çani, filluan hetimet kur ishte kryeministër. Një sekond. Ka filluar kur ishte çadret kulla lere tani. Ka çështje një sekond. Ka çështje në Shqipëri, prit pra. Ka çështje në Shqipëri. Tani kulla ka drejtë. Po një sekond, mo. Ku emri Ramës nuk ka dalë, po mund dali, mo. Po mund dali, po deri tani s'ka dalë. Pra në momentin që s'është kryeministër del emri dhe ikën. Ore zotrin edhe njerë, mo, Kulla po thot gjë tjetër. I kishte dalë emri? Gruevski kur ishte kryeministër, po molla. Po patjetër. Do ta kontrolloj Kulla. S'ke nevojë të kontrolloj sepse për Maqedoninë t'jap leksionin ty dhe gjithë Shqipërisë bashkë. Po jo, nuk ka bën leksionet që ti ta dish. Nuk ka bën Kulla, jo, nuk ka bën Kulla. Ra sepse filluan sulmet e drejtësisë dhe pastaj ndodhi dhe kriza e madhe e Kumanovës. Dhe arsyeja pse nuk e mori mandatin e kryeministrit në 2016 ishin pikërisht proceset gjyqësore që kishin filluar ndaj Kolla Gruevskit 2 vite më përpara, dhe kjo ishte edhe arsyeja pse Ali Ahmeti Dhe nuk është vetëm rasti i Gruevskit, është rasti Netanyahu aktualisht në Izrael. Është edhe rasti i Orbanit Është rasti i Orbanit të Ukrainës që Orbani. Po duke se Orbani kanë hapur çështje. Po nuk kanë ç'i bëjnë Orbani. Është tjetër gjë s'kanë ç'i bëjnë vëlla, po çështje kanë hapur. Orbani është bëri reformë drejtësisë. I kanë hapur çështje? Orbanit, tani që është kryeminist. Megjithatë këtu lajmi e di kush është, çan. Dje në Itali, që është vend shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian dhe G7-s, Parlamenti ka miratuar pas 30 dhe sa vjetësh reformën e parë drejtësisë. Për 10 minuta më thotë. Kjo që është një gjë jo e vogël dhe është një gjë historike. Po sa do ketë efekte ne dhe kur do ketë efekte ne, kjo mbetet për tu parë. Edhe një do ma thuash. Dje Parlamenti Italian pas 35 vitesh ka votuar reformën e parë të drejtësisë. Për herë të parë, sepse drejtësia në Itali ka rrëzuar. 5 vitesh? Po, pas 35 vitesh, drejtësia në Itali ka rrëzuar pafund qeveri. Dhe për herë të parë Parlamenti ka arritur, Parlamenti dhe Senati të bëjnë një reformë drejtësi në cilën ja reduktojnë deri diku pushtetin drejtësisë. Sigurisht që do shkojë edhe kjo me një referendum në mars, po ky është një ndryshim historik, duke patur parasysh se sa afër jemi ne me modelin italian. A do vazhdoj, as do vazhdoj, dhe do ta ndjek klasa politike shqiptare, shembullin e klasës politike në Itali, këtë nuk e di. Kulla mos më ikë dhe një sekond, se do të lë të lirë tani, po do shohim pak sepse sot ka do ngjarje e madhe ishte kjo Velia, që kupton se ishte 6 shtator. Sigurisht në spaku paraqit dhe Belinda Balluku, që është zëvendës kryeministre dhe ministre energjisë e tjera infrastrukturës. U paraqitën në pas shikojmë videon dhe kthehemi. Jepi le të videon e Ballukut. Në spak diku sot rrethorës 3. Kanë di shumë pak dhe doli. Ndërkohë spaku ka... Përshëndetje të gjithëve, në respekt të plot të organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënien dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshme.
shtatshme, tek e cila besoj. Shumë faleminderit. Po dhe çështja në fjalë sigurisht u bëhe ditur nga njoftimi i zyrtar i SPAK-ut që doli pak më pas, ku thoshin që zonja Balluku është marrë në hetim e pandehur për çështjen për dosjen e tunelit Llogaras. Një Shkelje brazisë në tendra dhe bashkëpunim. Brazisë tendra Vepra penale për cilën Zonë Llogaras cili ka kushtuar rreth 190-170 milion euro. Kulla Fati Balluku cili është sipas teje? Nuk di më shumë, se në këtë çështjen e Veliajt ka pas shumë vëmendje publike dhe kemi pas shumë informacion publik. Edhe në çështjen e Ahmetajt atëherë kishte shumë informacion që dilte pikërisht nga brenda prokurisë posaçme. Kjo është herë e parë që ne nuk dim gjë, vetë zëvendës kryeministri del dhe thotë jam paraqitur se më kanë kërkuar dhe është paraqitur me Kemi dhe njoftimin e avokatët. SPAK-ut, Po problemi është se SPAK-u na jep pra standardin thotë që kemi të bëjmë me një njerëz që ne kemi marrë të pandehur, cila sot ka funksion e zëvendës kryeministrës dhe ministrës së infrastrukturës. Por ne nuk dim asgjë më tepër për hetimin fjalë, kur fillon, sa mbaron, a ka hetime tjera, sepse ka një lloj, si më thënë, një lloj aureole heshtje rreth kësaj pune, dhe po të mos ishte për SPAK-un që e dha në mënyrën direkte njoftimin nëpërmjet gazetarëve para një jave që është kërkuar që të paraqitet. Dhe po të mos ishte për deklaratën e sotshme SPAK-ut, ne do ta kishim atë qartë tamam, a është marrë as është marrë. E njoftimi për shtyp? Kështu që unë nuk mund të them sot më tepër, sigurisht që marrja e pandehur e zëvendës kryeministres në Ku është kapri? Në një qeveri që shkon mbaron që punë të hajde. Një qeveri që s'ka as 2 muaj që ka hyrë në zyrë, është një akt i fortë nga ana e prokurisë posaçme, por nuk di më tepër që unë të them. E kuptov. Flogu, ndërkohë tek njoftimi i SPAK-ut, interesant është fakti që thotë se është bashkëpunim. E lexove atë në bashkëpunim? Po në bashkëpunim sepse është ndoshta e ka fjalën për drejtorin e ARSH-s. Dakor, që është tashmë në paraburgim duket? Po ne Gjitër Beri është paraburgim? Është i vjetri. Jo, është i vjetri. Me drejtorin e ri. Drejtori i ri? Dakor. Gjithë ata ARSH-s kanë me përjashtimet të ralla, janë 3-4 që janë SPAK. Nuk ka rëndësi. Po sepse ata të gjithë fal janë pjesëmarrës. Bëhet e ndri rrugë. Floku pastaj do të lë të lirë ty të ikësh se ke një angazhim. Të gjitha të do të ma thuaj këto. Por jo, po ka një gjë, na bën shumë përshtypje, dhe kjo mua më bën përshtypje, që sa herë dikush shkon SPAK, e shohim si erdhi kapri ti vjet mikrofoni. Fundin e botës, fundin politik, pra në momentin që shkon SPAK tjetri, këtu tek ne është krijuar ideja që aty merr fund një karrierë politike. Qartë. E kupton? Kështu që kjo ide duhet të deri tani kështu ka funksionuar. Po këtu nuk ke asnjë dënuar more. Qartë. Dënon gjykata more. Megjithatë, shiko, karriera politike preket dhe pa në dënim. Del prokurori thot kërkoj 15 vjet ose del një avokat, një jurist thon me këtë ai mund përfundoj 35 vjet në burg dhe automatikisht ne fillojmë opinioni të mendoj që okej, tani nisi burgu për filanin 35 vjet. Jemi perceptimi, patjetër. Jemi popullat, thot një mitë. Kam përshtypjen se kështu është dhe në Francë sot. Po të ndjekësh çështja aty është njësoj identike. Dhe francezët reagojnë njësoj. Po nuk ju bën përshtypje që njëri shkon si person i njëjti parim tek i cili mbrohet Jon Velia, që është parimi i prezumimit deri në momentin e vendimit përfundimtar, i njëjti parim mbron dhe zëvendës kryeministri. Pra ti thua sot është normale që ajo të jetohet në gjendje të lirë. Po unë mendoj që çdo zyrtar i shtetit, pavarësisht nga ashtu, është normale që të jetohet në gjendje të lirë dhe të ketë mundësinë, po pastaj se sa të rëndësishme sa është numri i veprave. Do ja duhet t'i japi dorëheqjen apo jo? Jo, për mendimin tim, askush nuk duhet t'i japi dorëheqje deri në dënimin përfundimtar, për mendimin tim, sepse ne kemi historinë e persekutimit politik Fatostanos, 4 vjet burg, dhe pasi doli nga burgu dhe u bë kryeminist pas 97-s, pastaj mori pafajësinë. Pra koha politike është gjithmonë e kthyeshme thua ti Kulla. Jo, për mendimin tim, paraburgimi, dhe nuk është vetëm mendimi im, është mendimi i Komisionit të Venecias, që është shprehur për kryetarin e Bashkisë së Stambollit para pak ditësh, u publikua edhe këtu tek ne. Në kushtet e Shqipërisë, ku 2/3 e popullsisë burgjeve janë në paraburgim, ndërkohë në paraburgim është ish presidenti i vendit, në paraburgim është kryetari i Bashkisë së Tiranës, janë ish ministra, zyrtar të lartë,
ka deputet, ka shumë njerëz në paraburgim, po ka dhe shumë njerëz thjesht që ne s'ja dim emrat. Kjo çështje duhet marrë një zgjidhje, po duhet marrë një zgjidhje sa më europiane të mundshme. A është europianizuese që ti të luftosh X-in apo Y-in politikisht nëpërmjet politizimit të një çështje juridike apo të një çështje penale? Kjo është një gjë që duhet të hajë debat publik dhe nuk mund t'ja kërkojmë përgjegjësinë prokurorisë posaçme ose një prokurorie të rrethi, po këtë duhet t'ja kërkojmë klasës politike e cila ka marrë votat për të votuar dhe për të na çuar drejt Evropës. Atëherë këtu hapet një debat shumë më i madh se kjo. Prandaj them unë që ajo ka shkuar sot, unë e pash, duke që nuk i kishte kaluar mirë atë, domethënë kishte një lloj tronditje, po ishte shumë korrekte në ato gjëra që tha, në deklaratën që tha e tjerë. Por çështja është, nëse do të triumfoj ky parim që ne do vazhdojmë të mbajmë 2/3 e burgjeve, e konfirmoi dhe prokurori i posaçëm, mos gaboj, tha vetëm 10% të paraburgosura janë Spakut, po prap 10% janë Spakut, po nëse 2/3 e burgjeve do jenë me të paraburgosur Shqipëri, unë mendoj që ky është standard evropian. Dhe s'ka lidhje as me Spakun, as me GKK-n, as me prokuroritë e rretheve, as me gjykatat e rretheve, as me parimet evropiane. Kjo ka lidhje me ato që ne jemi mësuar ta njohim nga standardi i kohës së komunizmit. Me kullën sot do flisim dhe për takimin, për qafimin e dy kolozëve, Xi Jinping me Trumpin, po për arsye kohë nuk do ta trajtojmë sonte, sepse është shumë vonë. Kullat falenderoj jashmase që më erdhe. Flogert, të falenderoj jashmase që më erdhe. Si. Ne tani do bëjmë një xhiro, vetëm mos më lëvizni pak, sa do bëjmë një xhiro në